Jam këtu në presidencën. Duke I konsideruar ata kolegë dhe duke kërkuar të mos paragjykohet ish deputeti I Partisë Demokratike Dashnor Sula është prezantuar përpara stafit zyrtarisht këtë të hënë si kryeinspektor I ri. I konsideroj koleg pa as edhe një lloj, të thosha, hezitimi. Marrëdhënien me kryeministrin e cilësoi si rivale në politik, por jo armiq personal. Por kurrë se kemi parë njëri tjetrin si armiq, por për të punuar dhe për të luftuar për të qenë diçka më mirë më përpara për Shqipërinë. Dhe për mua kjo është një sfidë, është një dorashk e hedhur nga kryeministri për të përmbushur këtë detyrë. Theksoi 3 prioritetet që do të mbajë gjatë qëndrimit në këtë post. Një biznes shëndosh, një biznes me rregulla, respektimi I një biznesi të rregullt dhe lufta pa kompromis ndaj biznesit I cili abuzon, I cili është abuzues apo që bën gjithçka për të përfituar në mënyrë të paligjshme duke shkelur ligjet, atëherë e kemi përmbushur detyrën. Premtoi se do ta çojë inspektoriatin në një nivel të ri. Stat të ri, sepse e kërkon vetë koha, e kërkon vetë direktivat e Bashkimit Evropian dhe vetë riorganizimi që po I bëhet të gjithë inspektoriateve, në inspektoratin e përgjithshëm. Ish deputeti demokrat Dashnor Sula u emërua si kryeinspektori I përgjithshëm në 6 shkurt të këtij viti, duke zëvendësuar në këtë detyrë ish prokurorin Shkëlqim Hajdari. Kjo lëvizje e tij vjen pas një distancimi nga Partia Demokratike që në zgjedhjet parlamentare të 11 majit pasi Sali Berisha nuk e përfshiu në listën e deputetëve.